Liga Shqiptare e Futbollit në Austri ka filluar përgatitjet për edicionin e 7 radh Kampionati i Futbollit 2016. Drejtuesit në bashkëpunim të ngushtë me menaxhmentin e Ligës Shqiptare të Futbollit të Austrisë kanë njoftuar të gjitha klubet e interesuara për pjesëmarrje që të fillojnë para përgatitjet e duhura për edicionin e ri. Këtë ekskluzivisht për televizionin ton e bëri publike kryetari Qani Sulejmani. Kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri dhe Komisioni i Garave bëjmë përgatitjet e fundit për fillimin e kampionatit të 2016 të Ligës Shqiptare të Futbollit. Pritet fillimi i kampionatit të fillon në fillim të prillit, kështu që në fund të marsit do të bëhet një seminar sa i përket gjithë trajnerëve dhe përfaqësuesve të ekipeve që marrin pjesë në kampionatin 2016. Pritet që në këtë kampionat 9 ekipet e jenë pjesëmarrëse në kampionatin 2016. Liga Shqiptare e Futbollit në Austri nëpërmjet sportit afron dhe mbron nga dukuritë negative të shoqërisë bashkëdhetarët tanë të cilët veprojnë me punë të përkohshme, prezanton vlera si dhe synon integrim të mirëfillt në shoqërinë e vendit mik Austrisë.